Ke zgjedh që ke zgjedh të besosh Krishtit? Nëse është në njëri këtu dhe akoma si ke zgjedh Krishtit, ke mundësi sot. Edhe për ty që je online, nëse akoma nuk ke zgjedh të besosh Krishtit, mund ta kalësh te test sot. Është shumë e thjeshtë. Krishti, Perëndia e ka bë aq të thjeshtë sa që është gati e pamundur mos ta pranosh. Është shumë e lehtë, është shumë e thjeshtë. Është vetëm një lutje, një përshpëritje larg lidhjes miqësisë me Perëndin. Edhe është shumë e thjeshtë. Edhe në fund fare do ta bëjmë këtë lutje bashkë, nëse akoma nuk e zgjedh të besosh Krishtit. Por ama nëse i ke zgjedh, edhe pyetja e parë shkon me sukses, edhe ti hyn në qiell, hyn aty. Pastaj bëhet pyetja e dytë. Ata them pyetjen e dytë? Kush u bë kurioz? 3, 4, 5 me dur. Shumë. Pyetja e dytë është kjo. Pyetja e dytë do jetë: çfarë bëre me ato që të dhash? Çfarë bëre me ato që të besova ndërsa ishe në tokë? Edhe është sipër, a i përdore njerëzit, a i përdore gjërat që të ndikosh për jetësinë e njerëzve. A i përdore gjërat që unë dash, burimet që dash, çdo gjë që ty të kam dhënë, a i përdore që njerëzit të dinë si të përgjigjen pyetjes së parë. Shiko, synimi parësor i jetës është të gjesh Krishtin dhe ta besosh. Lum ai që ka zgjedh Krishtin si Zot dhe shpëtimtar. Edhe masi e ke gjetë këtë gjë, pjesa e dytë është si të kontriboj unë që të popullohet qielli. Edhe Gloria na ndau një pjesë edhe tha atë momentin e saj që tha bëra këtë gjë në ku ishte? Jo Nicaragua, ku ishte? Guatemala. Gloria gjumë shap tash. Edhe bëra këtë gjë dhe çfarë tha? U popullua qielli. Edhe kjo është pjesa jonë e gjithëve. Është ne pjesa jonë, cila është? Të popullojmë qielli me një person më shumë. Edhe është që gjykimi i dytë quhet ndryshe, gjykimi i Krishtit. Edhe shiko, kuptimi nuk është gjykim për dënim, është për të marrë shpërblimin e gjërave të mira që ke bërë. Na njëri thotë, për të marrë burrë se na ngatrove. Nuk duhen veprat që të shkosh në qiell, por pasi ke hy të duhen veprat, eto veprat, cila është tash? Duhen apo s'duhen? Na e thuj troç. Shiko, gjykimi i dytë është si momenti kur sportistët shpërblehen për mundin e tyre. Është si ceremonia e diplomimit, kur ti merr atë certifikatën. Është si momenti i ndarjes së çmimeve, që do thotë në gjykimin e dytë të gjithë do janë gëzuar. Së pari janë të gëzuar që janë brenda, edhe së dyti të gëzohen, sepse do shpërblehen. Ku e shohim? 2 Korintasve kapitulli 5 vargu 10 thotë kështu. Sepse ne të gjithë, ata që janë të Krishtit, duhet të dalin para gjyqit të Krishtit, që secili të marrë shpagimin e gjërave që ka bërë me anë të trupit, në pas të asaj që ka bërë, qoftë në të mirë apo në të keq. Është momenti për të shpërblyer për gjërat që ti ke bërë, gjërat që tu besuan, i përdore apo si përdore, ato që i përdore, do të shpërblehesh të shkrimi, edhe ky për Krishtin është shumë moment i rëndësishëm. Pse? E përmend 100 herë. 100 herë, se kam nëmru, po e përmend shumë herë. Jezusi e përmend shumë herë këtë moment. Ja ku është një moment kur e përmend. Mateu 16 vargu 27 thotë kështu, sepse biri i njeriut do të vinë në lavdinë e Atit të vet bashkë me engjëjt dhe ai do të çfarë? Shpërblej secilin i cefist sipas veprës, sipas veprimtarisë, sipas gjërave që bën. Prit tash se do bëj si gjuhëtarë. Fjala shpërblej në greqishtën e vjetër lexohet kështu. Kush dhe greqisë, si është theksi apodhosi? Si thuhet? Se dim? Apodhosi a mirë? Shumë faleminderit. Edhe diçka kuptimi ka shpërblej, do të thotë të japësh mbrapsh, të rikthesh, të shpërblesh, të paguash sipas meritës tënde. Edhe menoj që ky do jetë momenti i sikletshëm. Kur të vi Krishti vetë edhe të thot ty, edhe të më thot mua, të kam sjellë gjë të mirë. Të kam sjellë një shpërblim. Jezus, a mua? Jezus, ti s'më detyrohesh asgjë. Jezus,
ti vdiqe në kryq, ti pagove për mua, ajo është e mjaftueshme, nuk prapë se prapë, Jezusi do thot, e di, por kam një shpërblim për ty, për çdo gjë që ke bërë në emrin tim, për mënyrën se si jetove jetën në tokë, pasi më njohe mua. Edhe Jezusi e ka kaq fiksim këtë pjesë, sa që edhe në fund Biblës po gjetet çfarë përmend. Këtë përmend prapë. Zbulesa 22 vargu 12. Jezusi tha, dhe ja, unë vi shpejt, edhe kush është me mua? Shpërblimi im është me mua, për të dhënë se cili si pas vepra, po vi dhe kam me vete shpërblimin. Nuk thot vetëm, po vi do të marrë, do shjemi në qelë dhe të marron. Gjithë kohën e përmend. Shpërblimin, për të na kujtuar çdo gjë që bëjmë, ai e shikon dhe do ta shpërblej. Shiko, kush është gati për të përgatit për kopjen e dytë? Ta kemi, pyetjen e parë majtë mend, pyetjen e dytë. Kur të vi radha për të na bërë pyetja e dytë, e di cili do ishte përgjigjja e dur? Do ishte kjo. Ato që më ka dhënë i kam përdorur për ndikuar të tjerët. I kam përdorur për ndikuar qoftë edhe një person. Për përjetësin, qoftë edhe një, sepse çdo gjë e mirë, shkrimi thot, çdo gjë e mirë vjen nga Ati i dritave. Çdo gjë e mirë në jetën tonë vjen nga Perëndia. Koha, burimet, lekët, çdo gjë e mirë vjen nga ai, aftësitë, idetë, energjia, lidhja, ndikimi, pasuria, koha, çdo gjë është e tij. Ne në tokë jemi administrator. Jemi menaxhues të asaj që na ka dhënë ai, edhe ai na i ka dhënë, edhe praktika e dur duhet të jetë qartë. Unë do t'i përdor ato që më ka dhënë Perëndia për të ndikuar përjetësinë dikujt. Për të ndikuar që një person më shumë të dëgjojë për Krishtin, të ndikohet